ne kemi mesnikun që i themi ne. Ajo bëhet me kokën e vicit dhe me lëngun petët e pjekura që ashtu, do me thënë që bëhet. E kemi si tradit nga gjyshja, dhe përdor dhe vjera ime këtë gjë, dhe kam edhe unë këtë. Edhe këtë e bëjmë gjithmonë, gjelin e detit. Nga jeti Loruta? Unë vajzë jam nga Tepelena, martuar me përmetar. E për ndaj këtë të pësitë madhe me snigu, me kokën e vicit, po është një tradicionale që është me aromën e gjalpit, po, ajo bëhet shumë e shishme, do me thënë, e bëjmë të gjitha nëna tona, po që është një gjë që ka ngelur traditë e vjetër. Më falë, në datën 31, këtë kemi në 31, për sheshin me gjelin e detit. A bëhet edhe ajo, bëhet edhe për sheshin? Po, dhe për sheshin. Kemi dhe simbol shegën, që e kam patur shumë vite më përpara nga nëna ime, nga gjyshja ime dhe vjera ime, do me thënë atë kemi simbol për mbarësi, themine, shega që e hapim. Mbasi ne shtrojmë tavolinën, hapim edhe një sheg për mbarësinë e shtëpisë. Pra si simbol, mund të përfshirë në salatë apo në gatime? Pa tjetër, që e përfshirë në salatë, po që e mbajmë edhe si simbol të hapur, për mbarësi, që të bëhet diçka e kuqe. Pra baklavaja që normale në çdo shtëpi shqiptare nuk mungon, tepsia baklavas. Kush e bëri baklavan si vjetë? Vjera apo ndonjë nga noset? E bëri kunata, me thënë drejtën, edhe ne për shkak të kohës, ajo kishte kohën më të lirë dhe na ndihmoi. Po që edhe vjera ime gatuam. Pra baklava, shëndetlie. Për fëmijët keni menu më vete, apo fëmijët janë pjesë e... Për fëmijët ne bëjmë edhe mishin e qingjit, po bëjmë edhe këto qoftet e mbushura, gjërat kështu, këto byreqet e mbushura të voglat, për kalamaj, do me thënë që... Bollëku në tavolinë, kjo është... I hanë të gjithë? I hanë. Pa tjetë që nuk vërvede në një shka. Familje madhe dhe me një botëver shoqërohet muhabet. Tani, fillon darka në çfarë fillonit? Zakonisht në orën 8:30 unë shtroj. Deri nga ora 12 dhe më vonë akoma.